Emigrantët që kanë ikur nga Shqipëria tashmë po bëhen qytetarë të vendeve të Bashkimit Evropian me të drejta të plota, që nga viti 2010 rreth 632.000 shqiptar kanë marrë pasaportë në një nga vendet e BE-s, ndërsa vetëm dekadën e fundit janë dhënë 522.000 shtetësi. Niveli më i lartë ishte në vitin 2016 me rreth 60 deri në 67.000 në vit. Shifra prej 522.000 shqiptarësh që kanë marrë një shtetësi të BE-s në dekadën e fundit përkon pak a shumë dhe me të kurrjen e popullsisë në vend, që në periudhën gjatë dy censeve 2011-2023 ul me rreth 420.000 persona, e ndikuar në pjesën më të madhe nga emigracioni, por edhe nga rënja e shtesës natyrore të popullsisë, si rrjedhoi e lindjeve më të pakta. Italia është shteti kryesor që u mundëson shqiptarëve që të marrin një pasaportë italiane. Greqia është më do shtrënguar për shtetësitë. Në vend të tretë është Gjermania, e ndjekur nga Belgjika.